Përshëndetje shikues të nderuar, në emisionin e kësaj jave përballë meje kam një analist politik të shquar. Këtë e kam thirrur në emision për shkak të zhvillimeve politike në vend, të cilat janë shumë intensive ditëve të fundit për shkak të afatit që ka jap gjykata kushtetuese për zgjedhjen e presidentit. Zoti Nesbedin Spahi, mirë se erdha. Mirë se gjithë. Zgjedhja e presidentit ka shkaktuar një farë të lëshje edhe politike edhe kushtetuese në thojza për shkak se gjithmonë partitë po gjojnë se themi vegza për me shty proces, për me zvarrit. Në anën tjetër partitë opozitore edhe po thojnë po dojna me marrë pjesë në zgjedhjen e presidentit, po veç këndojna na, në anën tjetër kurti nuk po jap shumë hapësirë se jo thët konsensuale dhe 1.4 vjet jashtë loje mandej, qysh përshe si të farë çështjen e zgjedhjes presidentit, a mundet me pas marrëveshje mes Albin Kurtit edhe ndonjëherë prej dy partive të mëdha opozitore, apo janë vetëm për konsum brendshëm këto takimet, që tani me gjetë një fajtur ku shkuhet të zgjedhjet. Në fjalë urtë popullore thët me të zonën as në xhenem as në xhenet. Kush atë të zonën këtë ku? Në këtë rast, të zonët janë liderët e BDK-s atë PDK-s. Ky është problemi. Që as nuk qesin rrugë, as nuk ta prejnë konopin, thjesht Albin Kurti është tepër tahmaqar. Ai këshyr me nxjerr vjan pi pleshtit, domethënë edhe momentin kur ai ka fitu 51%, edhe kur ka qeverinë, ka mundësinë me bo gjitha institucionet e pavara me i fut në dorë sana. Ka këshyr edhe presidentin me bo me tut opozitën me zgjedhje të reja dhe me zgjedhje presidentin. Po s'është po tutën opozita. Tash aty nuk u tutën, po më shkon zgjedhje të reja se s'kan me hub më shumë. Po tutën me himeta. Ama tutën tash me himet, tash kanë mundësinë, mundësia pari ofru PDK-s, mujtën me thonë po e duhem presidentin edhe me caktu 2 kandidatë vetë, në janë e picellë dhe zgjidhet, sepse nuk shkot ndoj një kandidat veç e kandidatën tjetër me qitë vetëndosë se atër dihet që kush fiton. Po në këtë rast të 2 kandidatët do të me qenë për qasoj partijë nëse vendosët me adhon të zonë PDK-s. Edhe ata le të vendosin cilën dojnë kandidat formal, cilin kandidat thekso. Albin Kurti para elektoratit vetë, para 50% që të mja për dykës presidentin. Nuk ja përgjësi Albin Kurti kërkuj për atë punë. As popullit, a? Ja, nuk mërzitet. Ndaj problemi është që PDK nuk po dënë këtë pozitë, sepse aty ka shumë zëra, e nuk janë unik për shembull se cilë dënë me konë president, kryetarin e vetë. S'ka një kryetar që mundet me menaxhu krejt, kështu pa i vetë hes. Kështu që ata në fund kanë vendosë me shkun zgjedhjen, nashta të shohët hashimi e kadria pe burgut, edhe tani thonë senet i qetë në Terezi edhe bojnë atër negociata mbi qatë bazë, edhe nëse lëshot hashimi ose kadria ose të dëtë, atëherë punës qëndën shumë a mirë për PDK-n, edhe mund me pas shumë atej për hisën në pushtetin ashëm. Në anën tjetër DDK-ja, po ashtu, unë kam thënë që gjithmonë që zgjidhja më e mundshme është që propozohet Lumir Abdigjiku për shkakun që ata cilët e përkrahin, ata që se përkrahin me nxis presin me amor partin e me hik qafe, që zgjedhja ti president më një lëshën rrugë tjerve. Se ka një farë dakordime këme Vjosa Osmanin që me rëktu bashkë, ma ndej këmë bu president për 4 vjetë Vjosën për loje politike, ta nëse ma bëshë vazhdo në qeveria. Shiko, tani unë nuk besoj që Lumiri sakrifikohet për Vjosën dhe shanca mu po president e ka tani edhe si vjen kur mo. Gjë njëre që i merret me politikë do të me pas synimin me më bo president. Doj nëse veç
gjë normale, me pas ambicin, s'ka ambicin më bo president, atëherë s'ka qalypa në politikë. S'ka qalypa më bo sekretar komune. Po natyrisht jo gjithkush e mbrin me realizu këtë ambicje. Shpesh sta afërsinë e Lumirit me vjusën, edhe pse ka zona kundërshtues mbrana LDK. Është interes, domethënë i të dy palëve. Është e kuptueshme, vetëm se Lumirit i çdosh me pas interes më bo president. Këtë rast vjosës i kisha tani me prit shumë më gjatë, nështë edhe zbe ai miti saj që u kriju, kryesisht me të cilin ja krijoi PDK-ja dhe mediat e saj për me dëmtu Albinin, po kur e panë që për rrisin shumë, atëherë e nalen hazën se ju kujtua ato që kanë bo me Agim Batirin, në rastin kur unë isha kandidat për kryetar Mitrovicës, tu më luftu mu, për të më pa mu se rrezikun kryesor, ata fillon e frytën Agim Batirin. Tani e dulpi dorë. Po tani e i mujtë edhe ata. Po më tani në rundën e dytë, po te përvonë, për 2 javë ditë me thonë jo valla, nuk është ai për i mirë, qysh kemi thonë që është, se tani e i mujtë dhe e i mujtë 2 mandate, kështu që ata duke u nisur nga kjo, nuk e bënën këtë gabim me fry vjosën, edhe për me mujtë Albinin, po tani prapë me mujtë vjosën. Edhe në shku me ra pe i gojës tukut në gojtë luanët. E kom një farë përshtypje që kjo afërsia e Lumirit edhe e vjosës e shtynë dykrave është pak veprimet pasinqerta politike, për shkak se vjosa e kalon LDK-n, e ka shkatru dhe në pikën ku konë, kur e kryti procesin e vetë presidentes, të pjithu, hajde tash edhe i hera edhin u konë qa u konë, për dere so figura dvejta të fuqishme që s'kan hup kur as një gorë, si Agim Veli, pletjeri kalon, onë është i ka marginalizu, nëse veç duhet me posë për bashkim LDK-ja, për mendimin tam, mi thirë krejt. Tash edhe ato. Pse dikan për dikan onë, për dikan njërë? Pikrisht sepse tash kur Lumiri u zgjodh kryetar, ai filloi me ndru strukturën. Gjë ka po edhe se diu kur u zgjodh mas pari, to filloi me ndru strukturën e rrugës. Po rruga të dobsu parti. Po dobsu, pastaj Isa i heku edhe të rrugës edhe të Fatmirit, u mënu me kriju klanin e vet, ai dobse më shumë e prunën fundpuset, edhe të njëjtën gjë u mënu me bë edhe Lumiri. Do thonë tani kjo është lojë politike, se cili i matë llogarit, po shpesher nuk i dalin ashtu qysh e mendan. Nëse nuk i ka bo mirë llogarit. Nëse vjusa kthejhet në LDK, hina në zede, po supozojna, shterët afate, ku e sheh LDK-n? Po sigurisht që do të forcohet me vjusën, se për dallim, vjusa është karizmatike, është e guximshme, është ambicioze, është tepër e paskrupull. Në çfarë kuptimi? Paskrupull, fjala paskrupull do të thonë ai që s'ka skrupuj, ai që nuk ka skrupuj moral, që është në gjendje, do të thonë me a kthy njerit të mirën me të keqe, nëse do interesi saj që nuk i vjen marrë që i ka dikuj borë që s'ja pagun borçin. Borçin politike kjo fjalë. Çka të qoftë, që ajo është paskrupullsi. Unë në kumponi ka uzë konkrete të vjusa smonit gjatë rrugtimit soj politik, njerë kon veç kundër hashimet, tani e ka luftu Isën me këta. Albini, unë muna me konë, nëse ti ose mos me konë, ose mi kundërshtu politikisht, Albini mos më pajtu me të, po i ka posë dhe ka uzat vejta. Qufti ka mojt, qufti ka mojt ato. Po ka uza vjusës, ka uza politike, gjatë karriere, sojën s'di që lau kanë. Për qa me thonë, on politik? Ajo është në politik për me qenë, veç. Do më thonë, ne kemi pa rastin, ajo si presidente nuk ka bënë një gjatë hajrit për Kosovën. Me gjithë se përshtypja u kriju makjazh. Po si makjazh për shkak karizmës saj dhe për shkak që PDK-ja për me qëllim me rëzu Albin Kurtin, po më me dëmtu Albin Kurtin ja krijoi një farë
imazhe fillimisht, po më cilën tani u stopu, që thash e lash, nuk e vazhdoj shumë. Por nuk është ajo që ka bënë ai hajër për Kosovën. Ajo ka këshur veç vetën e saj, veç ka këshur qysh mu reklamu, me dal, me kon pozit aty, edhe këto shihet, domethënë ti në njerin në qysh e ton për shembull me kon që o hajnë, spritë me ta vjedh bankën me miliona, ta vjedh paqetën e cigarëve, ose shkrepsën, po më dej, që ty kupton a o hajnë asë është, edhe të s'po thëmë për atë, po më dej në këtë rast, nuk po përdori enin konotacion të personalitetit saj, po për shembull, që ajo nuk është patriote. Pse, po tu vju sa s'monë së është patriote? Së është patriote shihet ajo që një detaj, një detaj që është shumë i rëndësishëm, ndoshta për t'i kanë i pa rëndësishëm, po në fakt është tepër i rëndësishëm. Për shembull, kur flet Albin Kurti anglisht thot Kosova. Kur ka folni Ibrahim Rugova në anglisht ka thonë Kosova. Edhe në francisht kur ka folni ka thonë Kosova. Kur Donika Garvalla kur flet anglisht thot Kosova. Kur flet gjermanisht thot Kosova. Kurse Vjosa Osmani kur flet anglisht thot Kosova. Që ky detaj më të kallëzon. Ma shtaso është e stilistike kështu ose çu shi vjen mal po, do të thonë për një stil ajo ta shet Kosovën. Çfarë do të thonë më shumë? Për një germ, për një un kam dëgjuar se kur i kanë propozuar me thonë edhe ajo Kosova kur ja shkruajnë fjalimet, ka thonë jo se nuk duket sikur po flas anglishtën me theks. Do të thonë ai për to më rëndësishmë është me fol anglishtën me theks se si i drejtohet atë dhëut saj. Këtë tregon që s'është patriote, edhe unë unë i shoh shumë njerëz. Ka pak më duket si fikim leh personal ndaj saj. Jo, absolutisht, jo. Jo, nuk kam kur farë mlefi, po më s'kam lef ndaj askujt, po unë edhe qika jeme me konë, edhe djali jeme me konë, kur mendoj që nuk është mirë se konë to, i thamë, nuk më ime i thonë... Folje për Vjosën, që në vjetë e gjysë e konë ramen herë të në intervista, për një vjetë e gjysë ka ndodhë shumë zhvillime, zjedët e non shkurtit, 28 djetorit, zhagitjet politike, Albin Kurti, qysh e vlerësën për periudën 2025-2026, të posë për asysh, zjedjet, zvarritjet, blokodat, veprimet e ti politike me çfarë note i kështë vlerësu? Po që të përgjigjëm të, po vështë thëmë të me qenë se më bune një akuzë kështu kësha tronë dhe ofenduse për mu, po nejse pyetje. Kjo është sikur ndoshta me pyetje të na jeti hajvana si edhe po shikon, nuk kam blef, unë kam qenë kritizeri parë i Ibrahim Rrugovas, edhe tanë kohën e kam kritiku deri sa u dek. Kur e kanë sulmu të tjerë, ja kom nisë me mbrojt, po më dojtë se i kanë po sulmet pa drejta. Atëherë ja kanë pi kontë. Hashim tha që me pyet aktivistat e PDK sekret të thana kë e ka urrë për vdekje. Po, nuk o që ashtu. Kur, për shembull, kur taku Hashim tha që me Putinin, ja ka nisë edhe partia vetë me sha. Unë e ku mbrojt. Sepse unë mendoj që ajo suksesi më i madh i tij në diplomaci edhe ajo është i ka realizuar një interes për Kosovën. Pa marrë parasysh për çfarë motive ai ka taku, por ajo është interes tepër i madh për Kosovën dhe ka bërë mirë, kështu që unë e ku mbrojt, nuk është unë s'kum pas kur farë urrejtje ndaj tij. Thjesht unë e ku kritiku për ato që mendu që s'po vepron mirë dhe e kam mbrojt për aty kur kam mendu që po vepron mirë. Kështu që kjo e njëjta gjë vlen edhe për Vjosën, edhe për Albinin. Vjosa senin po mundojnë një send që mundën mu livdu, krasim me paraorësit e vetë, është
tek marrëveshja me Serbinë, edhe pse ja kalon Albin Kurtit, po mendoj, kur është deklaruar, ka thonë që pa i realizu Serbia të vetat, po mendoj Obligimet e veta se realizojmë as natonat. Është që ka qenë një qëndrim e vend. Domethënë çka mundet me ju livdu, asona. Po atë me Trumpin edhe kjo falke me ta. Po me Trumpin ka folë Abdullah Hoti, ai marrëdhënie më të ngrohta ka pas Abdullah Hoti se Vjosa Osmani, kështu që për atëherë në kohë ashtu siç do të më hiq pe kryeministët kur Abdullah Hotin, nëse nisim nga kjo çështje. Tash mos më kpi Albinën, atë që të potves prej non shkurtit edhe kënej veprimet e tina politike, veta me çfarë note i vlerëson. A pi non shkurtit? Pe non shkurtit, pe para një vjetë kur kon, jun moj të zgjedhje, bllokode me 28 dhjetor, tash prapë na hini para ngërçe politik. Ai është mund në karakterizu tepër tahmashar. Ndoshta duket më mirë tash që thotë që se bona fatmendimin kryetar parlamenti fitova po mendoj apo hub Kosova në këtë proces apo Kosova në rregull të janë vetë çështje politike të mëshme. Po unë mendoj që pavarësisht që tani në zgjedhjet 28 dhjetorit ka fituar 51%, prapse për to ka qenë shumë më mirë me pa formu qeverinë atëherë, me ecë përpara edhe më përpjek me zgjedh presidentin por tash njëjtën gjë ka, unë mendoj që ai u tregu tahmashar, mendoj që pe frikson opozitën me zgjedhje, pe zgjedhin Glaukun president, por ja që opozita nuk u friksu, edhe tash është në situatë kur ai mundet mu detyruj jo veç me dhonë presidentin, po me dhonë edhe presidentin edhe gjysën e qeverisë. E çka nëse s'ja morën hecë në këtë pozicion? Në qëse s'ja morën, është keq për to. Kjo puna e gjysmës qeverisë. Në gjysmën e qeverisë ma zgjedhër, sepse ai tash mundet me dhonë komplet, me thonë që krejt qeverin, për tani mi shkarku se të kryet presidenti. Po se të kryet presidenti, mi shkarku, tani as më e jekon presidentin, as më do më thonë me rëzu qeverin, se si ka numrat, kështu që qash budolë nuk janë raporti të sa dy politikanë për nolla për fund, edhe një pyetje. Raporti Vjosa Albinit që nuk e kandidoj mas aksesht vetë vendusja për presidente, edhe rrugtimi ty në i përbasht. A e kalon gjysë rrugës në les figurat e vesh me thonë vetë vendusja edhe Albini Vjosën, ama kja për shkak të deklarotave ose frikës që ka mujtë me posë Albini se në 5 vjetë arshme mundët më smjo përzigjë është mandati i dytë. Kush kujna në zjangullit se të proces, biro kështë shkërt? Jo, tani mos të kishë tratu Albini Vjosën, e kishë tratu Vjosë Albini, kjo e sigurt. Më thonë se në qëtë fazë dhe të ratë e Albini Vjosën. Po, dhe më kjo i apriti ma për para, më thonë se të e ditë që ajo kishtë atu. Më thonë duke di se e ka njetë më marrë me politikë edhe mas. Edhe si ku ta kishtë pasë edhe mandatën e dytë, edhe si dhe mos kishtë me shvizu rastën për me kryu një avantajë, do më thonë për zgjedhjet, atë avantajë mund e kryon vishtyra Albin Kurtit, se opozitës ka posë mira. Edhe të në kohën e kishë bo probleme Albinit më shumë se kush dhe tjetër. Që me kohë, po më dhe ka evitu këtë rrezik, dhe unë se shumë për të madhe, pëse nuk e ka kandidu Vjosën, sepse e kishë hangër vetë. Që ka bo aty u tregue, po më ndoj si shme thonë a mune me kom pasojat matë mëdhoja politike për të edhe për vetë vendusjen tash kur duhet me hi eventualisht në negociot, ama e dëmë shumë kom Vjosa, apo thujna Lëmire, Bedri Hamza, Mimli Krasnice? Jo, sigurisht që kush do të qoftë, do më thonë, Bedri Hamza, Lëmire, Lutfi Aziri, atjerë, shumë i konvenojnë Albin Kurti se so Vjosa. Që sepse ata tek e funit kanë mandatën e parë.
Dhe ata do të kalkulonin edhe për mandatën e dytë, kurse Vjosa s'kish me kanë kalkulu për mandatën e dytë, se e din që kushtetuta Se a lejon drejta. Se a lejon. Që cili do për këtyre që zgjedhet, po mendoj është ma e favorshëm për Folëm për krejt të partit të politika ju më përnolna edhe një pytje të PDK-ja që shpeshe qëtu 4-5 vjetë menaxhimin e partisë, si dhe Moskove të fundit nga Bedri Hamza, edhe rrjedhimisht e bomje në pozit karshi një qeverie të fuqishme me shumë numra, apo duke që pishkëm për shtotit që kjo qeverisje but me numra, me statistika PDK-s prej kryetarit vetë, PDK-ja dyqysh ka u konë me fuqishme në pozit bomje, edhe kur u konë ma heret, ashtë dhe në kuhën e rrugove, sa ma vonë e karakterizën PDK një farë fuqie jo si LDK-n. A LDK-izu PDK-ja? Sigurisht që pa hashimin e pa kadrim, PDK-ja s'është më PDK. është tjetër çka, është Sami Lyshtak. Po thu që këtë partinë Samia kontrollon. Po, besoj që është figura më e fuqishme mbrana PDK-s aktualisht. Unë kam përshtypjen ato që ko do pashallë, se mrana PDK-s, kullerat e Prishtinës, që shqyqui këta, këta të ferezojt me Ilmire Sicën. Se cilë antare ko një pesh. Po thu figura kyse... Po mendoj figura dominante. Po mendoj se aty ka sigurisht figura. E mujtë që është themeluesi. E mujtë Ramizit, Sami. Po, në këtë gorën e mranshme Ramiz Ladruf se po e mujtë për atje në Drenas, po ju në Skënderaj, kështu që prapë metën aty veç u tregu që nuk është domethënë prapë Sami Lyshtaku nashta më e fuqishmi, po sot zoti PDK-s. E ato ja dëshmoj Ramiz Ladruf, si tha, nuk je. Po, prapë. Ne shkur pa të ataku një 2-3 ditë, kthejna prapë që të, po nëllëm të sajtë. Ja 2-3 ditë para zgjedhjeve lokalit pa të ataku në shesh, e thash kush po fiton Drenas te Ramiz Ladruf, sepse ne sa se është një farë ndomje mbrana Drenicës, Drenica e poshtme, Drenica e për me dhe tha e ka kop që të kort Ramizi Pilon. Po, në ditë vje mirë që më koni pari, që këmë thonë që Ramizi fiton, edhe ato pa balotazh, edhe ashtu ka dalë, sepse e ka kop një kort fuqishme, dhe më thonë kortën, ka një farloj inferioritetit që Drenica e poshtme ndjen ndaj Drenicës sepërme. Për Drenosin ndaj Skënderajit. Po, historikisht, edhe tani kur e ka kop këto, se më nasununeve Drenica sepërme, me një herë kam ditë që është motivi force na shqiptarët edhe jemi inferiora përgjithsisht edhe ma shumë funksionon një notë se interesi, edhe kjo e kam pas parasysh që është një element i fortë që e bën Ramizin fitues, plus asojnë që Ramizin nuk është fregat është trem, është mësa një background-in luftarake familjare. Këthejme i herë që si mas asoj që... E që s'ka mujtë, do më ndikush me i vu të sen. Si mas asoj që tha pushtet faktik, si pas të ja, ma shumë ko Sami Lyshtaku se Bedri Hamza në PDK. Besoj që po. Pse? Ja, dhe nështë që pyetja gjithë pse ne se një farë arsyetimi e veç kështë... është vetë natyra e Bedris që është njeri jo konfliktuaz, që këshyrë me i balancu, që këshyrë... Ndashtë edhe është tash për tash figura vetme që mundet me majtë krejt pashallëqët e PDK-s në një ombrell. është një figurë rëndësishme për PDK-n, si personalitet si çfarë është, por nuk është që ai mundet me shtyje ato qëndrimet e veta në partisë, aty... A mundet me vendus në amën deputet, dhe një marrëveshje pa shumë i vetës deputet? Që shka vendus Hashimi? Jo, larga, s'pa mërmenja. Në ashtu veç unë nuk e besaj. Tjetër shka u konë Hashimi, Kadria dhe, ta shpesher thonë
jo Hashimi u koni zoti, Kadria u koni o tregu Majdap. Në fakt, Hashimi u koni zoti se ka pas Kadrin për mrapa. A kur ka marrë Kadria partin, Se ka pas një kadre tjetër. se ka pas një kadre mrapa. Po mendoj që ty u kon dallimi esencial mes po mendoj aso kur e ka udhëheq Hashimi PDK-n dhe kur ka udhëheq Kadria. Nëse jena në Mitrovica dhe po të vesa i herë për Mitrovic që shkon vejt para një vjetë e zys, që shpeshe si ta otën në veri për gjithësi dhe tani du me dollë dhe të ura dhe shka po të vesa për si pjesë. Po, A ka ndryshu diska me ordën e kryetarëve Serb kryet komuna? Po, ka ndryshuar rëndësisht për të mirë të Kosovës. Do më thonë, tani na kemi në veri një pushtet legjitime legal, i kemi kontrollin edhe suverenitetin e Kosovës të realizum, do më thonë, jemi ma mirë se sa në kohën edhe në ati qytet tina Lëzëmetim, do më thonë ma mirë është gjendja si tash, se në kohën para një vjetë. Po, sa atër, ata thjesht që është të vërteta, për shembull kam pas asën, po ta nuk kanë ditë me qeverisë, se s'kan ditë çfarë po bojnë. Thjesht, jo, nuk është ndoshta veç që ju ka mungu legitimiteti, por ju ka mungu edhe dia, po mendoj qysh me kanë mujtë me bo shumë sene më të mira që asaj kohë, cilat nuk i kanë bo. Unë kanë pas dispozicion, kanë mujtë me mungu. As Erdeni, as Lulzemetimi, as Ilerpici, as Izmirës të kanë thirë në i herë, se cilë për ty në... Izmiri më ka thirë, po mundaj o këshëllu edhe, po mundaj edhe ka bo do sanet vlefshme, të tjera... Ama nëse kini farsinë që me nëzollë debat në opinionin publik, a dënë se kur thu që gjendja faktike për Republikën është me mirë tash, ma zedhe, kur janë kryetarë sërbë, kryet komuna për me zedhjeve, njërë legitime edhe legjore, se sa kur janë konë shqiptarë. Po flasë për interes të Kosovës. Po natyrisht gjendja është pakrasimisht ma mirë se sa 2022 janë. Para bonjës, se atëherë sigurisht që gjeni kur ishin kryetarë shqiptarë është ka qenë më mirë se sa ajo para prake. Po kjo që është tani është edhe akoma më mirë, disa që thonë që ajo këthym kryetarë sërbë që abo së po kush, nuk është të vërtet. Shikon, tani i kije vetëm të komuna që respektojnë ligjin e Kosovës për simbolet, që për mendimin tim është ligji më i rëndësishëm, janë komunat veriore. Kërkun nuk po respektohet ligji për simbolet. Pej këto komunës jugore, e derin, Dragash atje. Po thu që Fatoni nuk ka të zbatua? Jo, nuk është as Fatoni, as për Parim Rama, as njone... Në cilat pika nuk të zbatua? Për shembull, ligji për simbolet të thëtë në mënyrë taksative. Në institucionet Kosovës duhet të qëndroj vetëm flamuri i Kosovës dhe flamuri i institucionet përkatës. Këtë rast. Në komunën Mitrovicës, para komunës Mitrovicës do të me konë vetëm flamuri i Kosovës dhe flamuri i komunës. Në salën e kuvendit komunal ishtë do të me konë vetëm flamuri i Kosovës dhe flamuri i komunës. Dhe asë një simbol tjetër. Që të për shembull para komunës i kije flamurin e Shqipnisë, të Amerikës, shkallu flamuri i Amerikës në para komunës një komunët Kosovës. Ajo nuk ka respekt. Ajo është kesh përdorimi flamurit amerikane. Flamuri evropian e tjera, këto janë, na nuk kem drejt me përdor flamurin amerikan në institucionet, si as amerikan pa as evropian. Tjetër çka që na shohin, hajtë se zdin këta. Hajtë se ta zdin. Po kanë qef që është. Po kjo nuk tregon respekt, përkundërsi. Kjo tregon disrespekt për veten tonë, disrespekt edhe për miqtë tuaj që ti po menon që po i ndaron. Edhe po kjo është, domethënë, një e vetmi vend ku po respektohet ligji i Kosovës janë 4 komunat veriore. Sa ta pejtute si mos pe shkarkon qeveria. Edhe kjo për qeveria ishtë doft me reagua dhe ndaj këtyne, ndaj
Po të vesa edhe diska përveri. E ke bu një reagim para dhe dite edhe ke thonë që ura e rejkje, ura e Albinit për vetura, u ndërtu në njërë shtram. Po shtram, shëni që shtram. Nështë nuk është problem në aspektin kështu që më thonë statik, po më doj, po në aspektin estetik, duket shumë shëmtuar. E dyta, ajo është ullt, kur u rrit Ibri, niko, anën kënine, ka ona veriore, e rëkja transverzalin, e rëkja këto atë platon e urës. Asë në anene me të këzbraz, një kanë dhe zbraz. Dhe me thonë, një urë ku e rok uj, kur të rritet, aja nuk është në lartësin e duhur. Shko një ura kryesore, për shumë, që ka lartësin të aman. Tu i marun për shpejtin e zë. Nuk ka lidhe që marun për shpejtin. Shiko, aje, unë vetë kam thonë që këtë urë, njerëzit për shkak të rëndësisë së saj, në kohës kur u bë, domethënë rëndësisë së saj politike etj, njerëzit filluan me quajtur ura Albinit. Edhe koni fal budalloku që kanë emër të. Edhe jo, mendoj se kjo ka me met, historikisht kjo jamën ka me met, po brezat e ri kur të vinë, ata po kanë me thirrë edhe ata ura Albinit, se ajo metet se jamën. Mirë po ata kanë me po, domethënë gjithmonë me në tyne kanë me po ura e shtram të Albinit. Edhe kur të bësh një sen, du të me bëj që duhet. Ajo edhe unë gushtu, ka pos hapësirë me konë me gjonë, ka pos hapësirë me konë me 4 kërsi aty, edhe është ngushtume edhe ullë, dhe më thonë shkon për naltë, poshtë, pas të ngritët naltë, vend që ka mujtë me qenë drejtë. Edhe nuk është që nëse ishin shkuat disa tona beton ma shumë, kur që nuk e kish... E kam një përshtypje që si urat, si banesat, si rrugët na për pjesë tjera, edhe ma ke thonë edhe të në ditë kur këna najtë, ato që në maru para 50 vjetë, nështë se di pse, po janë ma në rregull, nuk prishën shpejt, janë maru me dë standarde, pak ma nryshe, a vëden tash këtuna qëtu farpuna e kompanive, private, sene, para menën e senet, nëse e blin një pajisje qëfore dë quft për banja, lavabo, qa dhe se të blej, shko afat, qishme në blej, 5 vjetë afat, shkën të japaj. Asfaltat që shtruhen na për Kosovë, na për rrugët e qyteteve, edhe nëso ka na fotën e qëndrueshmërisë garancionin, 1 vjetë. Mas 1 vjetë, kompania ndërtu se s'tja përse, si qa bohët, du të mi hi edhe i herë tani prapë, edhe një projekt. Po kjo të regon një seriozitetin e shtetit, sepse kur ju seriozitetit regohet simbolikisht, e kupton, ajo ta tregon thelbin. Nëse ti nuk vdes për flamur, se ne, kjo të më thonë që ti e ke marrë këtë shtetin jo serios. E keni po aty në të ndeshjen Kosovë, Turqi, ku shkon njëni një kësi tifoz me flamur shqiptar, edhe gjuntu. Mas pari, ajnë në të ndeshje ku lunë Kosovë, nuk do të me morë flamurin shqiptar. S'ko qaly flamurin shqiptar në ndeshjen ku lunë Kosovë. Kur shkon ku lunë Shqipnia, shko përkra me flamurin shqiptar. Po ku lunë Kosovë, do të me përkra me flamur të Kosovës. E dyta, nuk zhuhet flamuri. Nuk zhuhet flamuri Shqipnis me gjuhën tokë. Deri dje, ti e kënë dje si flamurin tanë, e ta shpëgjun për toke. Ajo është vepër tepër e pahishme. Po kjo të regon që ai nuk orë me qëllim të mirë në stadion, se orë... Me dojnë me buna i fotografi. Jo, po orë mas pori e orë me flamur shqiptar për me poshtnu shtetin e Kosovës. Me kalëzu që atën hajde po vi me këshyrë si sport, se s'po vi me këshyrë të si komtare.
Atë në vish po vi me këshyr loj, se une tjetër flamor kam, kupton? E dyta, se ka një për atë flamor, do më thonë se e ka gju për toke. E prandaj policia e Kosovës nuk u dasht me lon me hi me flamura shqiptare, me flamura tjerë në ndeshje ku lunë Kosova e Turqia. Do vetëm flamurat e Kosovës dhe flamurat turk me kënë aty. Kjo është, ose edhe flamurat shqiptare me kënë vetëm atër kur lunë Kosova e Shqipëria. Atëherë e ki flamurat e Kosovës dhe flamurat e Shqipënisë, kush dëmë dhe të mojë se cene. Na po fullem për tifë, se shkujnë me bo tifë për ekipin e kontorës Kosovë. Ka dalë nes, ves një tro. Na po flosëm për tifë, si munën mos me konë, mos me njoftë, as historinë mirë, as ato veç që kanë kallëzu të shtëpia, ama jo analistat politik, na për studia keni se të loshe, me cilën flamur, cilë është kombëtore. S'ko të loshe. Hajde dolim për të kësojna, për të analistav. Që shëcujti Albin Kurti Kosovën sa ndeshje? Përfaqësuese. Po mendon kryeministri i Krajinës së Kosovës, apo? Kryeministri i Republikës së Kosovës. Jo, nëse shiko. Tha përfaqësuesja e Kosovës. Po, nëse. Edhe s'ja bën asnjë reagim nes. Komprim që kime reagu. Jo, bona. Jo, mbo po se pas ke po. Mbo, shiko, nëse kryeministri i Kosovës e qunë kombëtaren përfaqësuese, atëherë ai nuk mundet me konë kryeministri i Republikës së Vrane. Atëherë ai është kryetarin i Krajine. Se nëse përfaqësuesja e Kosovës nuk është kombëtare. Është më e dëmshme kur Vjosa Osmani ka thonë sot Kosova në arenën ndërkombëtare, Albini kur e thon përfaqësuesen e kombëtarën e Kosovës përfaqësues. Dy janë të dëmshme, ndoshta kjo që Albini është më e dëmshme, sepse aq më tepër, atë nëse përmend me thonë për shembull përfaqësuesja e Francës dhe përfaqësuesja e Kosovës, atë nuk se njëjtë. Se po mendoj se çdo kombëtar është përfaqësuese. Atë në radhë parë. Sikur që çdo domethënë edhe profesori, edhe mësuesi, edhe arsimtari, edhe profesori i fakultetit janë përfaqësues të shkollës në një klasë. A nëse thuhet tash për shembull mësim dhënësi të zonë në Gjadace dhe mësim dhënësi ai mësuesi i shkollës Celacit, mirë, ndrejmë, mësim dhënësi. Mirë po, ajo është profesor ai mësuesi profesor doktor. Kurse ekipi i Kosovës lunë në ligën e kombeve, është i pranuar nga FIFA, UEFA si komp. Domethënë, lunë ligën e kombeve. Ama këpi është sen pak militant të terren e elektoratin e vet. Edhe kjo tash, domethënë, nëse Vojvodina për shembull nuk ka kombëtar, ka përfaqësuese, po s'ka kombëtare. S'është ekip Republika Srpska. Është ka përfaqësuese, po s'ka kombëtarës. Lunë në Republika Srpska në FIFA, në UEFA, edhe në këto nuk merr pjesë në Olimpiadë. Edhe ti nëse i thue përfaqësuese e Kosovës, kjo domethënë ti po ofendon ato, pe barazon me Vojvodinën, me Sanxhakun, me edhe prandaj po them që atëherë leresht mundesh me thirr. Ama kjo me qëllim ban për shkak të militanta, për shkak të asojna tezat që i kanë ngrit për bashkim kombëtar, për sene, flamuri lara. Se kjo përpjan, ai demek Kosova, krahinë e Shqipnisë, e kupton? Se përfaqësuese ka edhe Labëria, mundesh me thonë, edhe Shkodra, edhe ka Mati, mundesh me pas përfaqësuese. Edhe Kosova ka përfaqësues, dhe edhe Kosova është një krahinë e Shqipnisë, por nuk është një shtet i pavarur dhe sovran. Se nëse është shtet i pavarur dhe sovran, atëherë ai ka kombëtar, se lunë në ligën e kombeve. Edhe kjo është e pafalshme, po mendoj gazetarët për shembull nuk shkojnë me pyet.
E me sqaru këtë punë. E pyetën Glaukun, thënë adin sa me nënë, ajo tash kështë flamuri shtetit tam, për flamurin që kanë qëjt Lara Lora, e kështë në rupak, si Glauku që din, adin me bo një farrafshe. Besoj, po kjo puna, do më thonë, thjesht nuk duhet me lanë me ata, duhet me gushdue, me pyetje gazetarët, me thonë, hajde sqarona. Ne zmerë pjesë në shumë debo. Shiko, kombëtarja për shembull thu për kombëtarja e Shqipënisë on ligën C. Kombëtarja e Kosovës on ligën B, në ligën e kombëve. Është domethënë një ligë më lart. Qysh ajo që ka kombëtarja që përfaqësuese, po kjo është merr pjesë na përforume, na për debate ndryshme, qoftë në vendet e rajonit, gjithë apo sidomos ka marrë pjesë në Serbi, tu kanë komentu ka një herë, tu kanë kësë interpretu e sane, po qyshe shohin, po thejmi ata analistat, nështë pak ma të pamvorë, jenë dikun pe voqit që qeru një farë pavarësie profesionale etike, në Serbi, qyshe shohin që të sile tu në Kosovë, që shtë për më interesant, së të kom vejtë kërë. Shohin, sile njëzë që s'din me bo shtetë, përndaj, si kanë një diçkat përbashkët, ata që qunë ma të moderume dhe ata ma ekstremist. Ata që janë pak ma radikal me ekstremist, thunë, ta s'din me po shtet, to na duhet me prit momentin kur ik NATO, ose kur dëshojnë rrethonat ndërkombëtare dhe duhet me pushtu prap me marë. Ta tjerë të thonë, atë shka, ta s'din me po shtet, po e thefshin qafën e të merën vetë, hajtë na Ti këshyrën punë tona. Ti këshyrën punë tona, mes të merremi me Kosovë. Ky është dallimi esencial. Ama si njëra palë, si pala tjetër, na shohin në mënyrë shumë më thonë pushtruese. Dorën zemër, ndaj kanë drejtë, se na ja bojmë hizmetin që ata më na po qashtu qysh na shohin. Ke një ekspozit ditëve të fundit në Prishtinë edhe që u komentu shumë ekspozita për masakrat në Kosovë të vitit 98-99. Këm posë një mësafir para kësojove edhe ato kompjuter ty për të pës. Ekspozita OJC Shkelzen Goshit ka bo për shtypje nuk thejke ekspozitat masakrat serbe 98-99, po veç masakrat në Kosovë 98-99. Që termen që kanë kry sërbë, dyqysh nuk e se të kënë titulla, ka mujtë me konë vështë të qoshtje stilistika, apo me selem. Se një qëtë proces politik edhe autorët e ekspozitës bëse i një dhe për sëta po të vesë më shumë. Shiko, nështë thush për masakrat në Kosovë, edhe masakrat sërbë në Kosovë, gote është e një të gjotë se djetë kush ka bo, po më dojë, masakra. Dhe aty, në më thonë për ato soken 93 masakra, gjithat, po më dojë, janë liber dhe në ekspozit kush i ka bo. Mendoj që gabimet eventuale që në bo aty, është dashtë, dhe më thonë thjesht me reagun kuptimin që do të më përmisue, po jo me boni që shumë me denigrua, me hjek ekspozitën, edhe me bo me mrej sakicën komptone, sepse ajo me gjithat nëse kish më ekspozu në qendra jashtë Kosove, që është edhe u mendu në Washington, në Bruxelles, në Berlin, në tjere, to kish me pas efektin e vetë, dhe kish me qenë, dhe më thonë, mirë për Kosovën. Pa të të loshe se në cjolla, dhe në thike gjysë ma e të bërgu, së vësë në ro, bërë të bro, vësë në kom të rëmatë. Ka përmisu bre, një fjallë aty do të më shtu, po më daj, unë s'pa thamë që s'ka qenë gabim, po më daj, ka qenë gabim që do të mes aty është fjalla njerëzit, dhe më thonë, kuptimi njerëzit që i jenë fut në bërë për aktivitet. A ke ledzu librin e Shkelzen Goshit për si tematikë? Nuk e kom ledzu librin, po më daj, po e kam skanue, masi që doli kjo problemi, edhe e thjesht, kjo ka mujt ekspozita mu përmisu, në liber, do më thonë është e qartë, se në liber s'arohet atë. Por, në ekspozit ka mujt mu ndryshu, shumë thjesht, panel me
me bo me qitë një tjetër edhe me thonë nuk o fjolla këtu për njerëz të armatosur, për njerëz të cilët janë arrestu për shkak të aktivitetit të tyre të armatosur. Po që në burg nuk kanë qenë të armatosur, natyrisht. Sa të karakterizimin, sa aty ka pas njerëz që janë burgosur për hajni, që janë konë për veprat ndryshme, domethënë për gjakmarrje, për ku me di çka, dhe ka pas njerëz që janë konë për shkak të aktivitetit të tyre ushtarak dhe politik. Po, për shembull, baba jam u konë në burgun e Smrekonicës gjatë kohës së luftës. Edhe tash ai mirë po ai nuk u morë veç si potencialisht si shqiptar, por nuk u morë se u konë i armatosur. Edhe tash kjo mendoj që është bën një dëm i madh i Kosovës kjo reagimi, kurse po mendoj reagimi që bo i tillë çfarë është bë ndaj ekspozitës, ndërsa shkurja e këtina shkurja e prokurorit me të shtëpia, kjo është një diçka katastrofike, po mendoj se ndodh kjo vetëm në vende për shembull totalitare ku për mu akuzu për një diçka për nxitje të urrejtjes. A dini kush nxit më shumë të urrejtjen në Kosovë? Kush në? Albin Kurti. Pse Albin Kurti? Hajde bëjmë një nëse kush është personi më i dashur në Kosovë, po kallëzohet 51% janë njerëz që duajnë Albin Kurtin. Po nëse i qisëm tash këtë liter politik edhe në një listë, edhe i shtime votue njerëzit kanë e urrejnë më shumëti, prap kish me dole Albin Kurti. Natyrisht kish më 51%, po ndoj shkon po ma pak po një 3-4 është dole, kështu që e tashmenizmi shti pse kanë nxit përqare, kanë nxit urrejtën në burg, por në çdo të më shti Albin Kurtin. Te za interesante. E kupton, ti smunesh pse ai ka nxit për shkak qëndrimeve të veta që i ka. Okej, i ka qëndrimet, na mujë me debatu, ti mundesh me vetë mu që u financu për institucioneve sana që ke problem. Po u financu për Okej, për institucioneve në rregull u financu e ka megjithatë është një libër që ka vlera, nuk është të thënë, ka gabime, po nuk është pak me mbledhti në 93 masakra me dokumentu aty në një mënyrë se tjetër është një diçka që ja ka vlet. Nuk është që kjo punë ka shku kot. Në temë të fundit, po du me të pyet edhe pyetje të fundit para se me mbyll, është të ndodh që një muaj më shumë lufta e Izraelit edhe shëbaos me Iranin. Për shkak të Izraelit edhe për shkak të çuj bot antipatis që një pjesë e kosovarëve e kanë ndaj Izraelit, qoftë hishtazi, qoftë na për komente, dikush me profila original, dikush me fake profila, është një mos me sa ku mujtë në me vrejt, nuk e dija jam gabim, po percepcion jam, një mos këgja e modhe e shesnis, e cila ko qef që në këtë luft mi po fitus Iranin karshi aliatit tunë matë madhë historik shëbaove, po ju për shkak të shëbaos, po për shkak të Izraelit. E kicit percepcion edhe ti edhe që sheshet pjesë, të qëndrimin të neve kosovorëve të picaja të... Gjonat janë, dhe më thonë, këgjat, për shembull, natyrshme, shiko për kroja, për shembull, në Kosovës ndaj palestinezëve, se janë të vujtur në vetë, janë për persekutuar. Nuk mendoj, a shumë për që është për çështje fetare, sa është për çështje të vendosjes së pozicionit njësoj. Se edhe palestinezët janë 70% musliman, 20% ortodoks, 10% katolik. Janë njësoj si shqiptar nga pikpamja fetare, por nuk besoj që është veç për ata, është thjesht për shkak se viktimen e përkrahët gjithmonë
e qëtë vetën pozitën e se s'munët me qitë shqiptarën pozitën e Izraelit, një shtetit zhvellume, që ka bodhe bomba atomike, që ka shkencëtarët ma të nëjnë botë, që ka spionazhin ma të zhvellume botë, etjere se vendos vetën aty. Na edhe me këshyr dy ekipe që nuk e njohim të lume të pëtojna qki ligo. Dhe nas një honë se kena vërë. E kështu që në këtë aspekte, por me pas parasysh një sen, që do më thonë na e pagum çmimin e luftës Amerike-Iran. Do më thonë, këtë bota e pagun, po dhe na. Sigurisht nëse hump Amerika e pagujmë edhe ma shumë. Po na veç jemi të e pagu. Do më thonë, rritja çmimit naftës, rritja çmimit tjera, këtë kjo, do më thonë, efekte zëngjëror. Efekte zëngjëror. Na ato bomba që po kallan atje, po asene na pe pagujmë parët për ato çfarë po ndodh atje. Kështu që në kjo por në rast se humbë, për shembull, në rast se Amerika na pagujmë akoma më shumë. Kjo na vendos tash edhe në mënyrën që e këshyrim në historinë. Për shembull, shumë veta e gjykojnë Xhafer Devën e Recep Mitrovicin e tjerë pse në bo me Gjermaninë në atë kohë, kur u konë Gjermania që ka bo krime atje në Auschwitzen këto. Mirë po nuk në harrojmë që Gjermania ne ka pru do të mira. Ne ka pru shkolla të flamurë në Begatin. Edhe prandaj nuk duhet me gjykue nëse sot nuk e gjykojmë pse Albin Kurti bohet atje me Amerikën në luftën me Iranin, atëherë nuk do të me gjykua Xhafer Devën, pse u bo me Gjermaninë në kohën. So ko ma i forte. Se neve na ka sjellë të mirat, sepse tash neve, për shembull, nëse hup Amerika luftën, neve s'na sjell kur fare të mira. E pse proni simpatie e kosovorëve? Simpatia tregova është për shkak që vendosin veten në pozitën e të dëptit. Po më e viktimave, palestinezëve në radhë të parë, se me edhe me Iranin s'u krahasohen, se Irani është fuqi botnore, është në let me përballu, me luftu, mund që so po lufton me superfuqinë, me Amerikën edhe me Izraelin, edhe ka të zhvilluar shkencën e teknologjinë, ushtrinë e gjitha. Një koment nëzë po fole për krejt për politikan, për luftën, për tonë, një koment për analistat politik ku merr pjesë na për panele, shumë qyshe rolin e ty nësët në Kosovë për shkak se me sa shohim na edhe kur e përcjellëm me te komentet edhe na përlojme ekziston një farë mlejtë, hajtë se kjo analist, apo den i këpitinja. Po, mas pare, shumica absolute nuk janë analista, se me konë analist, të më thonë, dohet... E ki këtë teorinë me kry analizën politike. Po, me kry naturisht, sot teori, po, nuk mundesh me bo analizën e gjakut pa kry një shkollë për atë punë. Unë s'di me bo analizën e gjakut, se s'kum kry shkollë. Anë dhe komentatorë politikë për një nista. Do më thonë kjo, se e dyta, shumica atyre që dalin në për panele në debate, bëjnë veç propagandë. Nuk shkojnë për me bo thjesht me komentu një ngjarje ose me analizu një ngjarje. Më përpjek pa morë parasysh, a janë thirrën, as janë thirrën, ata as përpjekje nuk bojnë për me analizu. Thjesht bojnë propagandë, mënohen qysh me po më dhejmë tjetërit me kundështu dikan, me mbrojt një interes caktum. Ako në janë analist në për panele 2-3, se me thonë që ti vlerësan mas shumë të pe aty nësë janë pranë shumë? Ka, disa që i vlerësoj, po nuk po hi se tani hinë bashkë në shtë dikuj që e harraj me përmend këtu, ama janë pak. Shumica janë propagandor. Shumica bojnë veç propagandë, edhe kjo prandaj shkakton edhe irritim në publik, e sidomos nëse bojnë propagandën
kontra partisë që ata e dojnë. Si ka shumë. Edhe ose ka do që i dojnë veç pëse bojnë propagandë, se kanë qef me bo propagandë, por me bo analizë, do më thonë me tregu, me dhoni udhëzim, çka është interes për vendin. Do të me posni, kur e bën analizën, do të me mu nisë pikpomjet cilën interes për mbron, apo mbron një interes kombëtar vendit, apo mbron një interes partijak, a interesin një klubi futbolli, a çka që për shembull lezun këtë personalisht nuk pajtu na adin me ty. Në çka s'pajtu na është se unë këtu mendoj se do të më mbrojt vetë interesin e të vërtetës, jo të institucionit. Për shkak se se nëse mbron një institucion ose të shtetit, ti po bosh propagandues i shtetit, më jo analist. Unë mendoj se analisti duhet të vërtetën pikën të vështrimit vetë që sheshe, a i bjen të amën shtetit, as i bjen të amën, a i nuk merr rrugë për i shtetit për me thonë që ata. Albin Kurti ose ai që në institucion. Shiko, edhe ajo është, ose me gjithë se shpeshertin do shta ndonjëherë, do më thonë thonja e të vërtetës në një rast mundet me dëmtu, do më thonë, edhe me të tregu për shembull me një të vërtetën që rrezikohet për shembull një vend i caktuar, nështë njerëzit fillojnë mundesh me ndiku në proces edhe negativisht. Edhe të vërtetën ndonjëherë duhet me bo kompromis me të vërtetën. Jo me bo kompromis me të vërtetën, po me pas kujdes qysh për thu. Se nëse, si të mos kur është fjala për interesat e vendit. Kurse kur bën fjalë përgjithsisht për partitë, për atë në ty, njeriu do të me thonë të vërtetën, me gjithatë, sepse e vërteta është në interes të vendit, kur flet, sham nëse kije dy parti, njëna thëtë kështu, njëna ashtu, atëherë ti dush me thonë të vërtetën, që për shembull që ta marr kur e fjala për veriun, se na shtas po kuptohem. Kur është fjala për veriun, ne kishim ato Albin Kurtin dhe kishim opozitën që e mohonte rezultatin veri. Atyre, për shembull, pavarësisht a e du ose se du Albin Kurtin, e kaminate ose edhe mund ka taku me tregu që është e vërteta. E vërteta o konë që ai ka posë rezultatën që ka rezultat, sepse kjo kon edhe të mirë të vendit, shumë thjesht. Do shtë me thonë edhe diçka edhe qëto edhe përmbyllën përfundimisht se me ty gjithë kam qef me bo muhabetën i ekspejtimin tim. Qysh e spjegon një analist politik kur për shembull njëra në vetë vendosja, si me thonë, ose për dykja e dykja, i kanë dy porë qëndrime ndryshme, se cila qëndrimin e vetë, për shembull një analist, se përtoj në goze anegji, X-i, gjithë mund deli mbrun njënit parti. Dhe që e propagandë, se për shembull, shiko, unë për shembull, kur bët fjale ke pa për veriun, e mbroj vendosën e Kurtin. Kur bët fjale për arsimin, unë me livdu, ato që livduat dhe kemi bo një abetarët përbashkët, suksesi maj madhë i në arsim abetarja. Leqi, ajo do të me orë marë, sepse Artan Fuga, që është intelektuali maj madhë në Shqipëri, akademik Artan Fuga, thëtë, jo që nuk do të me pas një abetarët përbashkët Kosovë Shqipëri. Po dhe mrena Shqipërisë, mrena Kosovës do të me konë disa abetare, që në zonë si, që abetari me përshtat rrethit lokal, me konë një abetare për Lap, një për Drenic, një për Gjakov, atje që në zonë si njëherë me hi, me zgjenu njohërit të shku, të shkollu, të kap gjithë Kosovën, gjithë Shqiptar, Balkanin, botën, e jo mju imponume për shembull se të shkon aty, pej mësumi thonë nona, me njëherë me kalu të nëna. Ona. Po do të pak mu përshtat konstruktit mental
të rrethet, këto livdohet, e kemi bërë betorën e përbashkët. Këtu ka met arsime, dhe a edin pse, shiko, Nes na duhet me përmbyllë 30 sekonda. a di pse, kur doli aty Albin Kurti që i ka bëj atë detyrën para shkollës fillore. Aja ato detyra i din hondër, po më dhe njëri që ka morë 10 të ju pamiti, një qasi gabimi mundet me bon 1 në 1 milion raste. Edhe unë mund me bon 1 në 1 milion raste qasi gabimi. Po pse i ndodhi pikrisht para publikut, para kamerë? Jo, i ndodhi se dëvret zote kur ti e poshtënon arsimin të e qitë një ministrë analfabete, ministrë të arsimit, edhe poshtënon arsimin qaq poshtë, dhe bjen atë mu livdu që ke bo një abetarë për bashkët, atëherë zote të tërpënon para publiku dhe qaj 1 milion të ras. E ka pos fakultetin e krym Ashbria? Vi po është analfabete, se më pa mërë, a ka të krymet pa krym, ajo shihet për aeroplane, po më daj nivelli sane, kështu që nuk ka nevoj më diskutu. Mas pare, çdo qeveri, ministrë të arsimit, do të më konë dikush që është profesor doktor, që kanë më rrinë nivellet më të nolta të arsimit. Natyrisht edhe që jo veç kjo nuk e mjaftueshme, do të më konë një menaxher i mirë, i dëshmuar senet, po vetëvendosja ka pas qasi aktivistat vetë, në që ka mujtë me po ministrat të arsimit. I shëndetësisë, po ashtu do të më konë profesor doktor primarius, me autoritet në fushën, ose i kulturës, do të më qenë dikush që ka kontributën në fushën kulturës, ja i ka botu 5 libra, ja 5 ekspozita, ja ka shkru 5 drama, ja ka lujt një 5 rolet të famshme aktore, ja, edhe plus që është një menaxher i zoti. Më shku me bo, dikën që s'ka lidhje me atë se o menaxher i mirë, bën e ministër kulturës, e ministër arsimi ose ministër shëndetësisë, ka rregulla, domethënë ka rregullat që janë të pashkrume. Edhe po desha me të thonë që këtu nuk më me livdua për shembull çka ka bën fushën arsimit, sepse s'ka bë kurrë. Nëse livdoj aty ku ka arrit një sukses. Faleminderit shumë që ishe pjesë e intervistës, se ki diçka më shtu për fund. Më rënë mend, kur përmendë këto opinionistat në për studio. A ke po, për shembull, sa herë rrokët lafi me, domethënë edhe du me bënej komparacion historik. Kjo është, domethënë të smush me bë analizën pa pas komparacione historike, pa bë krahasime me të kaluarën, me në reagojnë edhe mshinë më betën. Dhe pse? Se njohin historinë. E kur se njohin historinë, që shdojnë me bo një analizë politike. Zotërin Speden Spaju, faleminderit shumë që ishe pjesë e intervistës. Qytetarë të nderuar, shikues të nderuar, shihme në emision e javës së ardhshme. Faleminderit shumë.